Një tjetër operacion i suksesshëm është finalizuar nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale në bashkëpunim me Interpol Tiranën dhe autoritetet italiane. Operacioni policor i koduar Operacionalja 36 qoi në arrestimin në qytetin e Durrësit të një shtetasi të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Bëhet fjalë për 49 vjeçarin Walid El Abd, me origjinë nga Egjipti, i cili akuzohet se ka qenë organizatori një rrjeti kriminal në Itali, përfshirë në trafikimin e qenieve njerëzore. Arrestimi i tij erdhi si rezultat i koordinimit me strukturave shqiptare dhe homologëve italian përmjet specialistëve të Interpol Tirana. Për El Abd është lëshuar një urdhër arresti nga gjykata e Katanjas në Itali për veprimtari kriminale në kuadër të një organizate kriminale, për të cilën legjislacioni italian parashikon një dënim deri në 20 vite burgim. Ndërkohë, autoritetet shqiptare kanë nisur procedurat për ekstradimin e tij drejt Italisë, ku do të përballet me drejtësinë. Interpol Tirana vjen bashkëpunimin e ngushtë me Interpol Romen për të mbyllur këtë proces në përputhje me legjislacionin ndërkombëtar.